Ekipi shqiptar në CSGO Bad News Eagles i përbërë nga Klesti Kola, Rigon Gashi, Flatron Halimi, Gens Kolgeci, Dionis Budeci dhe Sener Mahmuti në fillim të muajit shkurt 2022 u shkëputën nga organizata paraprake për të formuar më pas si ekip. Ne kemi krijuar ekipin shkurt, në fillim shkurt, mos gaboj. Kur u ndam nga organizata e vjetër edhe u ribashkuam prapë të 6 bashkë edhe filluam pastaj u bashkuam prapë si ekip edhe filluam praktikën në çdo gjë normale si ekipet personale. E si ka ardhur ideja deri tek emri Bad News Eagles, na tregon trajneri Klesti Kola. Është histori interesante, domethënë si çdo ekip kur krijohet ka ide të ndryshme për emrin. Edhe pa të menduar emra ndryshëm, por më dha një ide një gazetar amerikan për më bëri Bad News Albanians. Edhe unë pastaj duke diskutuar me djem se si mund ta bëshim edhe ram dakord te Bad News Eagles. Është interesante edhe si emri mund të jetë provokues, pasiv, mund ta marrësh si duash, e interpreton si duash. Puna dhe përkushtimi i tyre bëre që vetëm pas pak muajsh të jenë pjesë e majorit më të madh në CSGO, që mba gjatë muajit maj në Belgjik, gjë që sipas trajnerit të ekipit ishte motivim shumë i madh për ta. Ka qenë një si të boost në motivim shumë i madh. Kemi pas support jashtëzakonshëm nga të gjitha anët, dhe një eksperiencë shumë e madhe që na ka përmirësuar lojën, na ka dhënë një ide më të gjerë se si mund të funksionojnë gjërat në e-sports, ekipe, çfarë mund të përmirësojmë, ku mund të rregullojmë gjëra. Edhe ja sugjeroj secilit lojtar që synimi ai duhet ta provojë ndonjëherë. Forza rikuri me lojë agresive. Sjellë killën e ty. Uniteti dhe lidhja e veçantë që lojtarët kanë mes vete është faktori që ja ka mundësuar ekipit Bad News Eagles arritjen e suksesit. Të thoya uniteti që kemi si ekip, që jemi shumë të afër njëri tjetrin, edhe kjo gjë na ka bërë që çfarë problemi që kemi pas përballë t'ja dinim edhe testin përpara. Edhe kjo është një gjë që rrallë herë kanë ekipet, shumica janë vetëm, si më thonë, janë thjesht bashkëpuntojnë njëri tjetrin, ndërsa ne jemi përveç kolegët në ekip, jemi edhe pak më shumë, jemi shok njëri tjetrin. Pavarësisht përfundimit të majorit në Belgjik, ata tashmë kanë filluar përgatitjet për majorin e radhës, që do të zhvillohet në Riu gjatë muajve tetor dhe nëntor. Në maj, është synimi jonë tani, prandaj çdo praktik, çdo kampionat luhet me synimin për të avancuar sa më shumë që të jemi të përgatitur për Rion, edhe ai do jetë synimi jonë. Herën e fundit ishte thjesht të kualifikoshim për Legend Stage, tani besojnë që nëse bëjmë punën siç duhet, kur të themi tani mas pushimeve të verës, mund bëjmë një punë tepër të mirë dhe mund të arrijmë edhe më tej në Rio. I pyetur se si shkojnë përgatitjet para një gare, trajneri na tha se mundohemi të bëjmë rregullimin e gabimeve eventuale që mund t'i kemi si ekip. Pas çdo kampionati ka përgatitje specifike që si çdo ekip do të rregullojë ca gabime specifike në taktika, ndoshta njëri tjetrin, nga ana mentale, di ka shumë pjesë. Mund të tregoj herën e fundit për shembull kur shkuam për majorin që ishte në Belgjik, me pa të marrë në
në Kosovë patëm marrë një vështrije që ndetëm bootcamp pothuajse 1 muaj e gjys, ku patëm trajnim intensiv me djemët për rreth 4-5 javë. Dhe ajo që besoj na bëri që t'rregulloshim çdo gabim të mundshëm, si nga ana personale, si nga ana mentale, si nga ana lojës, që na bëri dhe mu kualifiku për Major. Klesti Kola përveç që është trajner në CSGO, paraprakisht ka qenë edhe lojtari i kësaj loje, ku thekson se të dyja këto kanë sfidat e tyre. Janë si duhet, varet se si emër për sipër, por ideja që kam unë në ekip është kjo, që për të kuptuar lojtar më mirë, du ta lush lojën edhe vetë si trajner, që të dish ca aspekte më gjëre, di që e kapin lojtarin. Kështu që unë mendoj që për të qenë edhe një trajner mirë, duhet edhe të luash lojën mirë, që ti kuptosh lojtarin më mirë, normal pastaj secila ka gjërat e veta. Mbështetja për ekipin Bad News Eagles pas Majorit ka shënuar një rritje të madhe e që sipas Klestit ka qenë shtyse madhe për ta. Do thoya është shtys shumë e mirë, ajo normale është diçka ekstra edhe për pas fansat mbrapa është ndjen shumë e mirë, por se si ajo neve nuk na ndalon, si me fansë si pa fansë, si me support si pa support, ne do vazhdojmë akoma përpara. Ai në fund na foli dhe për synimin e ekipit, synim që sipas tij është shumë i arritshëm. Synimi jonë deri në fund vitit besoj do të jetë për të arritur top 10 në botë, që besoj është tepër arritshme, talentin e kemi në ekip. Nëse vendosim një punë shumë të mirë njëri tjetrin edhe rregullojmë problemet që ndodhin si çdo në ekip, besoj që do ja ndalim banë edhe do bëjmë një ekip shumë i mirë në botë. Theksojmë që Bad News Eagles pas suksesit arritur në majorin e CSGO të mbajtur në Belgjik, së bashku me 15 ekipet të tjera janë ftuar direkt në fazën kualifikuese të majorit Rio 2022.